Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve miratoi udhëzimin për përcaktimin e rregullave për mbledhjen, administrimin e publikimin e rezultatet paraprak të zgjedhjeve dhe miratimin e modeleve të dokumentacionit për nxjerrjen e rezultateve për zgjedhjet për kuvend. Faleminderit, miratojmë projekt udhëzimi sipas draftit të paraqitur, së bashku me modelet e dokumentacionit që do të përdoret për procesin e tabulimit të rezultatit paraprak. Ky udhëzim ka për qëllim të përmirësojë dhe standardizojë mënyrën e mbledhjes, administrimit dhe publikimit të rezultatit paraprak të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, si dhe të miratojë modelet përkatëse të dokumentacionit që përdoren për nxjerrjen e rezultateve. Sipas KQZ-s, përcaktohen me detaje të gjitha etapat teknike dhe institucionale për përpunimin e të dhënave të zgjedhjeve, qoftë për votimin brenda vendit, qoftë për atë nga jashtë vendit, përmes përdorimit të aplikacioneve kompjuterike dhe garantimit të saktësisë të dhënave. Gjithashtu rregullon procedurat për verifikimin dhe publikimin dinamik të rezultateve paraprake në faqen zyrtare të internetit të KQZ-s. Udhëzimi është përpiluar në 10 nene, të cilat përshkruajnë në mënyrë të detajuar qëllimin, informacionin që dërgon elektronikisht KZAZ-ja dhe KANV-ja në KQZ dhe përmbajtjen e informacionit për rezultatet paraprake të zgjedhjeve, kushtet që duhet të plotësojë aplikacioni kompjuterik për hedhjen, transmetimin dhe publikimin e rezultatit paraprak të zgjedhjeve për votimin brenda vendit dhe jashtë vendit. Ndërkohë është përcaktuar qartësisht dhe përgjegjësia për përcjelljen e informacionit në KQZ, mënyrën e dërgimit të informacionit për rezultatet nga KZAZ-ja dhe KANV-ja në KQZ, publikimin e informacionit për rezultatet paraprake, prodhimin dhe administrimin e modeleve të dokumenteve për rezultatet, si dhe dispozitat e fundit, theksoi KQZ.